Ju përshëndes të gjithëve, mirëmbrëma nga Studio FTS në 5 në nisje të kësaj jave me shumë energji, edhe pse në një mot me shi, por pikërisht në ditë të tilla dhe këtë stin kemi përpara, na duhet energjia e mirë, na duhen zëra familjar, biseda të ngrohta që ta shijojmë pas ditën ashtu siç duan dhe me një person, me një emër edhe zë të ngrohtë familjar për ekranin e Top Channel, do t'jemi në një bisedë familjare. Ai shfaqet shumë serioz, sigurisht në raportimet nga Londra, por sot do t'jetë ai që nuk e keni njohur babai, por edhe gjyshi, Ben Manaj. Mirë se vjen, Ben. Kënaqësi si gjithmonë. Edhe për mua që t'jemi në një bisedë së bashku për te ati raportimit. Statik, a? Statik edhe serioz nga Londra. Me kënaqësi. Për Top Channel Ben Manaj. Dhe me që ishim tek puna e shiut, erdhi Londra në Tiranë, erdhi shiu. Deri nesër. Deri nesër. Okej, për pak ditë në Tiranë, kështu që përfituam nga ky moment për të bërë një bisedë, se kemi qenë edhe së bashku në studio në momentet vështira, pandemie, por edhe të tjera, pse jo, për të folur, por nëpërmjet Skype-it dhe lidhje. Edhe në Londër. Nga Londra, në lidhje direkte. Jo, së bashku. Po, atje kemi qenë së bashku për qejf. Pastaj, por tani jemi ballë për ballë. Por fillimisht do ndjekim këtë material prezantues një profil të Arben Manaj. Përshëndetje Monika, këtu jam në lagjen e Romfordit, dhe një madhe divorcohet nga ana institucionale për luftuar krimin organizuar shqiptar këtu në Binajt Madhe. Jam duke shkuar drejt qendrës së Londrës. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Që prej vitit 2011, ai është korespondenti i Top Channel në Londër, figura që tashmë e dallon çdo shqiptara në kënd botës. Arben Manaj, gazetari që me tonin e matur dhe stilin gazetaresk britanik, ka raportuar me 10 ngjarje politike, ekonomike dhe sociale. I savo diplomuar në vitin 1986, Arbeni do të niste punë në televizionin shqiptar, në një kohë që fjala ishte më e fortë se zëri. Pasioni për gazetarin sapo kishte nisur dhe do ta shoqëronte për gjatë gjithë viteve. Në vitin 1991, Tirana do të gumuzhinte. Zyrtari parë amerikan që vizitoi Shqipërinë postkomuniste, James Baker, do të vinte në kryeqytet. Në atë ditë historike, Arben Manaj bëhet korespondenti i parë shqiptar i Associated Press. Një dritare e re u hap mes Shqipërisë dhe botës. Në vitin 1993, udhtimi e çon në Londër. BBC World Service bëhet shtëpia e tij për gati 2 dekada. Por pas çdo zëri publik është dhe një zë më i thellë, ai i familjes. Tani, pas 39 vitesh në gazetari, nuk është vetëm një profesionist i medias, por edhe një baba dhe gjysh krenar që ka ditur të ndaj jetën mes mikrofonit dhe dashurisë. Ndaj sot, ai vjen në një rrëfim, dikur djali i vogël me një laps në dorë, e sot mban mbi shpatulla shumë vite eksperiencë, sfida dhe momente plot emocione. Shumë vite. Sa më plakur, a? Edhe emocione së bashku, je i pjekur, si vera, normalisht që bëhet gjithmonë më e mirë dhe me më tepër vlera. Po Ben, flasim për ty si djalë, baba edhe gjysh, ë? Po në një këtë diagonale të shpejtë që e pe veten, çfarë mendon? Cila është ajo ndjesia e parë, emocioni i parë që ke? Jam i lumtur dhe i privilegjuar që arrita këtë moshë, se jo të gjithë arrin, për hir të vërtetës, aq më tepër pas pandemisë. Por jam i lumtur dhe i kënaqur sepse jam i plotësuar shpirtërisht, profesionalisht dhe jam në vendin më të mirë që mund të ekzistojë në botë, që është Londra. Që është Londra, vazhdon të jetë? Por kam të mirat e 2 botëve, më të mirat e 2 botëve, edhe të Anglisë, ku kam jetuar 33 vjet, më shumë se sa që kam jetuar këtu në Shqipëri, po dhe të Shqipërisë që vdes për të. Vdes për të. Në një pyetje, cila ishte ëndra
që dhuronte Britania e Madhe në fillimin e viteve 90 dhe a është më e njëjta sot? Shko, unë kam punuar, si shta dhe në insert, unë kam punuar televizionin shqiptar dhe kam qenë analist për marrëdhënie ndërkombëtare dhe për ironit fatit në mbuluar Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe dhe qëlloj pastaj që unë punuar edhe për Associated Press, Agjencinë Amerikane të Lajmeve në Shqipëri, por edhe për BBC World Service. Po, padyshim që Londra është Londër dhe kur e mendoj para 33 vjetësh kur kam shkuar, për ne ka qenë një shok kulturor. Imagjinosh tani të shkosh në janar të 93-shit, kur ti nuk di se si përdoren taksa, ti nuk di si përdoret karta që e fut në bankomat. Bankomatet e kështu me radhë është një komplet tjetër si bëhen taksat e kështu me radhë, plus pastaj revolucionin profesional, sepse të punosh për BBC-n ishte padyshim jo vetëm një nder, por dhe privilegj i jashtëzakonshëm sepse ti ishe në OKB-n e gazetarisë botërore dhe një medium kaq të madh, edhe sikur mos ishe gazetar bësh, jo që unë kisha një përvojë për 10 vjet. Jo, flas në aspektin e përditshmërisë dhe atë që mund të dhuroj për një njerëz sot, për atë që dëshiron për shkak për të lënë Shqipërinë dhe për të shkuar atje, sepse nga ana tjetër ndodh edhe një fenomen tjetër që ka dhe nga ata që thonë s'është më Londra ajo e para, është prishur, nuk jetohet më, një nga ata njerëz që po e lën Anglinë, sigurisht janë pakicë, po që e lën Anglinë për Shqipërinë, janë si më thon pretendimet e një njeriu që ja ka dalë dhe do të kërkonte më tepër nga Londra, apo nuk është më ajo ëndër Britania e Madhe si në fillim vitet 90? E di pse me çfarë lidhet kjo bjeta, lidhet me faktin që kur kanë ardhur fillim një shqiptar në Britaninë të Madhe valën e parë, diku aty ke 95-96 e më pas lufta në Kosovë kështu me radhë. Në Britaninë të Madhe ishte shumë me kollajt për ata që vinë dhe kërkonin azil sepse ishte sistemi i ndihmave ishte shumë i avancuar dhe ti e kishe nisjen e jetës shumë të lehtë se çka ke sot, kur gjërat janë përkeqësuar, kriza ekonomike, rritja e narracionit anti-emigracion e kështu me radhë, dhe jeta për atë që do të filloj sot, jetën në Britaninë të Madhe nuk është e njëjtë. Mundësitë janë më të pakta dhe qoftë edhe mundësitë për të marrë vizë apo për të vendosur në mënyrë të përhershme siç ka qenë atëherë. Në këtë sens mendoj që është më e vështirë sot. Por gjithsesi Londra mbetet Londër, se përndryshe nuk kishte se si kur më të pasurit e botës kërkojnë të vinë aty, pasi në atë vend gjithmonë e konsideroj që kam qenë me shumë fat sepse jetoj edhe kem punuar dhe punoj në Londër sepse aty ndodh gjithçka, ndodh politika, arti, sporti, moda, çfarë të duash, gjithashtu. Regjia nëse ndihmoni me fotografinë e Benit të vogël që duke aty nuk e saktsojmë moshën së bashku Ben që je duke shkruar. Normalisht ja, ku jemi në këtë fotografi, duke shkruar, nuk e di, është në një libër shkolla apo diçka për qes. Aty kam qenë te Pelen, edhe i thash edhe producencës tuaj mersi që gazetares emisionit. Po, i thash shiko, dukem shumë paqësor aty, shumë djalë i mirë, por nuk kam qenë ashtu, jam shumë arakat. Realisht ata prindë do ta tregoj për gjatë intervistës Beni dhe këtë aspekt të vetin, se sigurisht që është shumë serioz në punën që bën, po edhe natyrë pastaj, domethënë njëri që e gëzon jetën, që i flim, humor. Kur mendoj atë jetë që kemi bërë në rinin tonë, se kështu gjithë brezat shu thonë, por sa aktiv kemi qenë e kështu me radhë, unë për shkak loja gjithë ditën futboll. Unë gjithë ditën shkoja, tu kam qenë te Pelen për shkak. Gjithë ditën shkoja lasha në Vjos. Madje kisha filluar, nëna ime nuk e di se ka ndru jetë para i viti, po pija dhe cigare, e të mërshme. Po, baba im atëherë ka qenë kryetari i parlamentit dhe kishte ardhur nga një vizitë në Kina dhe kishte sjell disa cigare nga Kina, cili kishte për kolekte vet, miqtë vet, dhe unë si trazovaç veja i merr ndaj një me ata çunat e lagjes, shkonin poshtë te lumi. Kam qenë shumë arakat, trazovaç. Kështu që me mësime nuk kam qenë mirë atëherë. Vërtet. Vetëm kur kam filluar të mesmen, kam filluar sepse babi pas një sëmundje nuk u detyruar merret në Tiranë e kështu me radhë dhe nuk e kisha më të mburojën e djalit të sekretarit parë. Kështu që, po kur she fotografi të tilla, duket të krijohet ideja që ti dhe të shkruarit që herët pra e pas keni nisur këtë misim me njëri tjetrin, apo thjesht kështu i lidhim e ndërtojmë historinë mbasi faktet ka ndodhur. Bjeta, falenderoj shumë që ma bërë këtë pyetje sepse vërtet ka diçka të vërtetë. Duke qenë se baba im ishte një njeri shumë i lartë i nomenklaturës së shtetit, në atë kohë ka qenë njeriu i tretë më i rëndësishëm, siç është edhe sot e kësaj dite, se ti je kryetari i parlamentit, padyshim vjen pas presidentit, kryeministit e kështu me radhë, kështu është dhe sot e kësaj dite. Baba im ka pas fatin që siç ka qenë në atë kohë vinin këto që quhet agjenci, agjancat që vinin për mbledhje agjencive të lajmeve,
ku jepeshin lajmet që ti nuk kishe shans t'i lexoje as te Zëri i Popullit, as te Bashkimi, as te gazetat e tjera të kohës, dhe ishte një informacion shumë i klasifikuar për atë kohë, por që sot është, që të futesh sot në Google, është një jetë informacion që ti merr nga agjencitë e lajmeve. Dhe unë kam pas të privilegj që unë kur ikte i lexonte baba, ikte unë si fëmijë kurioz, i merr dhe i shfletoja të gjitha. Dhe aty gjej informacione që realisht unë mund të kem thënë edhe në budallëk ose mund të jem dukur kështu si po them shumë kozmopolit, shumë i avancuar, mund të kem thënë një gjë që në atë kohë mund të përfundoj edhe tjetër kund, po ajo më ka ndihmuar shumë për mënyrën se si ti e konceptoj mënyrën e të shkruarit në perëndim, sepse ishin, po them, Reuteri, AFP-ja, kështu me radhë edhe Sinuaja, pra ishin gjëra që informacion shumë i përpunuar dhe shumë i veçantë. Dhe kjo më ka ndihmuar pasaj që unë të vazhdoja edhe rrugën e analizës marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili është pasioni im që kam filluar që në 86 me sa mbarova universitetin. Pastaj vitet rodhën, megjithatë, okay, tek kjo fotografi tek prindrit me babin dhe me mamin. Kam një dhimbje madhe këto ditë sepse pas një javë mbushet një vit që nëna ime ndroi jetë në Londër. Edhe për fat ajo ndroi jetë pikërisht në momentin, pra në ditëlindjen e vajzës time. Dhe bile sot isha duke diskutuar cilin do të bëjmë në fillim, do bëjmë për vjetorin e nënës apo ditëlindjen e vajzës. Po, jam me prindit tu në Tiranë. Unë jam djali vetëm edhe kam qenë shumë i lidhur me prindrit, por kam pas një fëmijëri shumë të privilegjuar, do thoja. Dhe unë jam borxhli atyre për të rjetën, për mundësitë që më dhanë, por jam përpjekur t'u shpërblej sepse unë që në 96 i kam marrë prindemi në Londër, baba i vazhdon ende jeton atje, madje javën e kaluar mbushi 88 vjeç, dhe i kam marrë me veten në tërë botën, kudo që kam shkuar, dhe nëna ime biles kur thoshte, a mor djalë vetëm Gjermani nuk më çove. Kështu që kam qenë shumë i lidhur me familjen. Kemi qenë familje vogël, kuptohet 3 veta. Normalisht sa më e vogël aq edhe më të lidhur pastaj me njëri tjetrin. Megjithatë, nga pikpamja e karrierës ke folur sigurisht një pjesë e mirë dhe një, po dua të qëndroj te ky aspekt familjar, një familje e vogël, ndërsa ti ke pasur jeta e ka sjell, domethënë ngjarjet e tua e kanë sjell që ju ke pasur domethënë disa në kuptimin disa... Kam perëndimor. disa gra, 2 fëmijë, por disa lidhje. E quan veten një njeri që s'pate fat në dashuri dhe kërkoje një tjetër, apo pikërisht se je me shumë fat e ke shijuar dashurinë? Anglisht ka një shprehje, the more the merrier. Sa më shumë aq më mirë, që ka padyshim. Unë jam krenar që kam 2 fëmijë që i kam si ëngjël, por nëse do të i rikthesha jetës time sot nga 61 vjeç sa jam, do të thoja Benit atë saj kohë që shiko, është e vërtet që njerëzit do të lëndojnë gjithsesi, por përpiqu të gjesh atë që ja vlen të vuash. Përpiqu të gjesh atë që ja vlen të vuash. Beni, në disa leksione jete, si duhet janë marrëdhëniet me ish-partneret? Dhe pastaj si reflektojnë ato në marrëdhëniet me fëmijët? A janë fëmijët mirë me njëri tjetrin, një marrëdhënie të ngushtë, vëlla dhe motër? Shikoj, unë kam pas fatin që kam jetuar në perëndim, ma kupton, por dhe Shqipëria është bërë si perëndim. Ajo që unë do të jepja këshill kujdo që ndodh fatkeqësi sepse është pjesë e jetës, ndarjet martesat më tepër në kohën tonë është që kur mos i fol fëmijës keq për prindin tjetër. Kur? Sepse ai të ka një lloj si ty, si nënën dhe anasjelltas. Dhe është shumë e rëndësishme që ti ta respektosh nënën, babain e fëmijës me cilën ti nuk je më në atë raport, pasi i jep një shembull shumë të mirë fëmijës, sepse ne nuk e dim, ndoshta edhe larg qoftë edhe fëmia i mund të pësojë një jetim fat, ose gjithçka mund ndodh në këtë jetë, por si thash është shumë e rëndësishme të mos i flasësh keq. Dhe ja ku jemi në një portret të plot familjar, përpara se mamaja jote të ndronte jetë, dhe fotografia është aq e plot, domethënë sa që ti gëzon statusin e djalit plotësisht edhe të Shko në këtë fotografi janë 4 breza. Babait dhe të gjyshit. Janë 4 breza, është babai im, jam unë, djali im Martini dhe Gjaku i vogël, 2 vjeç. Edhe Aurora padyshim. Zemra e gjyshit. Shko, nuk ka gjë më të bukur. Shko, kur erdhën prindërit në Londër, ka qenë 96-97 atëherë, edhe babai im
Më thoshte atëherë, "Shiko se ka marrë vetëm për Martinin këtu." E mama i thënë, po i thotin. Po ka pas shumë drejt. Ka pas shumë drejt. Edhe unë gjithmonë nuk ka si mjalti. Është koti kemi rënë qafë. Është e vërtet që niprit e mbesa duhen shumë. Dhe thash është fat që ti Më trego për ndjesin tënde si gjysh tani. E një mbese, ë? 7 vjeç. Para 2 ditësh kishte gjyshi ditëlindjen, unë ndodhesha këtu. Në fakt unë ndjeva keq sepse kur erdha nuk e paramendova që do të qëllonte ditëlindja e babit dhe unë do të isha në Londër. Edhe mbesa e vogla më çoi një mesazh me duke ndër happy birthday gjyshi ki parasysh. Me atë dhe përdorte gjyshi Ali e kështu me radhë. Edhe ti tha, ç'a do më shumë nga edhe në botë. Sepse njeriu ndonjëherë kërkon të bëj këtë atë, po janë këto gjërat e vogla të jetës familjare që të mbushin dhe të inspirojnë që ti të ecësh përpara dhe të ndihesh krenar dhe i privilegjuar që e ke arritur, siç e thash në fillim, sepse ka shumë njerëz që edhe nuk e arrin këtë lloj moshas ose jeta nuk e di, kaluam Covidin edhe kur pash ato pamjet që parë që ishin nga koha e Covidit në maskë, si tani më kujtohet një kronik që kam bërë për babain, sa filluan vaksinat, edhe kam përshtypjen që babai ndoshta është statistikisht shqiptari i parë që ka marrë vaksinën në botë. Dhe unë kam bërë një kronik me atë, duke marrë me vete, në një kohë të mërshme. Fatmirësisht unë qëllova që kisha shumë antitrupa dhe fillova të dilja pastaj. Se unë dilja 5 herë, 6 herë live në ditën në atë kohë, por dilja jashtë dhe më duke Londra kështu, edhe pse ishte si Lombardia, po është me fat, bile stakova një mikeshën time e cila më tha, "Ben, tha unë e kam jetën prej te." Më tha para disa ditësh. Ngele pak e habitur thash, "Pse?" I thash. Po tha, sepse unë të dëgjova aty atëherë, se unë kam qenë kështu një partizan i vaksinave. Edhe pse ka sot shumë debat për atë duheshin, s'duheshin marrë, po në fund shikoj, nëse ti shpëton një jetë, qoftë edhe 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, ëh? Ose po të pyesësh të afërmit atyre që fatkeqësisht e humbën jetën me atë betejë. Patyshim në atë moment çfarë do kishin bërë? Pikërisht. Kështu që babai im ende sot është 78 vjeç, është i fuqishëm kështu, po mosha bën vetëm. Të shoh që prekesh normalisht, me të drejtë, kur fole për humbjen e mamas, por edhe për babain. Prej tyre jam këtu. Dhe u jam mirënjohës të jetën. Në 2011 nisi bashkëpunimin me Top Channel. 14 vite Ben Mana, pritse duaj ta thuash ti atë. Ben Mana e Top Channel, Londër. Nuk e di domethënë. Jo se ishte e vështirë sepse kur isha në BBC kishim tjetër gjë, ju flet Londra apo dëgjoni BBC në Shqip, e kupton, edhe pastaj do kalohet te kjo. Po më kujtohet shumë mirë, shikoj kur mbaruam neve, BBC u mbyll atëherë nga qeveria e David Cameron, pasi u mbyll në gjitha gjuhët e Europës, sepse dëshironin që të parat që do të kurseshin dhe të kalonin programin në gjuhë farsi për Persin, e kështu me radhë. Plus stadi zhvillimi demokratik në vend e kështu me radhë. Dhe kur mbyll BBC-a në shkurt, ne kishim edhe kontratën deri në gusht. Dhe mbaj mend që Kelly Oti atëherë që ka qenë nga drejtuesit e Topit, më merren telefonat edhe për shkak se unë njihesha dhe unë kam pas shumë bashkëpunim të mëhershëm me Topin sepse kam qenë producent ekzekutiv i auditorit që ka qenë program që bënte BBC-a në bashkëpunim me Top Channel. Edhe më kërkuan që të punoj, thash Kelly, shiko, falenderoj shumë për ofertën, po unë deri në gusht nuk punoj dot sepse jam në shkeljet kontratës. Nëse më prisni deri në gusht, thash pa problem. Kelly tha padyshim po. Edhe do të ndodhin ngjarjet në Tottenham që u doq Tottenhami atëherë. Dhe ishte momenti që kur fillova me Topin dhe pastaj si pa pritur e kujtuar, 14 vjet sot, down the line, si thonë anglezët, ku jam prapë me Topin. 14 vite korespondenti Top Channel, thuaj se 4 dekada eksperiencë vite në këtë zanat. Dhe e disi, mbaj mend në 90-ën, ke parasysh në kohën e ndryshimeve të mëdha dhe njeriu, ke parasysh kur është përmbyset bota dhe gjithçka atë besohet. Rendi bot, një rend. Atë besohet në atë kohë, unë punoj në radio televizion, po nga që flisja edhe gjermanisht, kam konkuruar për të punuar në McDonald's në Munich dhe kam fituar konkursin, por vendosa të mos shkoj. Se thash gazetaria është pasioni im, është hobi im dhe qëndrova dhe pastaj në, siç e thatë ju, në qershor 93 shkoi James Baker, unë shoqëra delegacionin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pse në atë dilemë, domethënë shumë larg njëra tjetrës, ë? Jo, ishte po, ke parasysh tani kur përmbysen dy botë, a kupton, dhe ti shikon mundësirat, ishte ajo mania, ti e vogël. Po ishte ajo mania që o bura për shkuar diku në perëndim aq më tepër që unë dija gjuhët. Edhe duhej një punë, thuaj. Duhej një punë. Kështu që kjo ishte arsye, po kur më ofruan pastaj amerikanët që të punoja për ta,
pas mitingut të famshëm më të madh në historinë ndoshta në historinë e Shqipërisë, më ofruan që të punoja për ta dhe madje më pyetja korrespondentja e Europës qendrore më sa bën, tha, a dëshiron të punosh me AP në Associated Press? Dhe thash nëse ti thuash një të verbër ja do sy. Edhe që aty fillova, pastaj kam bashkëpunuar me Mand Babanin, fotografin e madh shqiptar, Marrubin, do thënë, e Shqipërisë moderne. Me Mandi kemi bashkëpunuar, kemi bërë çvarimin e Enver Hoxhës të famshëm. Kë do të veçoje, pra në gjithë dekada, 4 dekada, si raportimin e jetës? Padyshim zhvarimin e Enver Hoxhës, sepse ishte një operacion tmerrsisht sekret. Berisha sakishtar në pushtet atëre, bëhe fjalë ishte maj në fakt, ka qenë 4 maj i 91-shit në mos gaboj. Mua merr Gramos Pashko i ndjerën telefon, më thot Ben, thot kështu po bëhet zhvarimi i Enver Hoxhës, sepse atë kishin njoftuar për shkak të babait Josif Pashkos dhe është tek varrezat e dëshmorëve. Unë gjithë marr Mand Babanin në telefon, i them Mandi kështu, me ato taksit e kuq që ka qenë dikur te 15 kaçi, me çantën në mes natës vemi lart tek varrezat e dëshmorëve, shikojmë aty me drita me ato që po punonin ata, po përpiqeshin të hapshin, po nuk hapnin dot për shkak sepse vari i Enver Hoxhës është shumë i fortë me beton e kështu me radhë dhe nuk po mundin dot ta hapnin. Dhe ne arritëm ta pam, pra ne e konfirmuam si lajm, kemi ndoj tër natën duke sepse nuk na linin, e kupton, ne na pan që ishim gazetarë, kupton. Edhe të nesme pastaj mu desh të shkoja sepse thanë që shiko do bëhet të zhvarimi dhe në orën 6-7 mëngjes tek Kshara do të jetë varimi që do bëhet në varrezat publike. Shkuam atje ne këgjejm Hysni Milloshin. Përshëndetje komandant, përshëndetje. Dua një diçka i thash për ngjarjen. Tha komandanti e ka vënit atë ushtarët. Edhe si ajo punë, dham lajmin tërkohën unë në atë ditë isha edhe redaktor përgjegjës në radio televizion edhe vinte edhe Micotaqi si atë ditë, kështu tër natën pa gjumë, plus edhe vizita e Micotaqit, si të bëj lajmin, e çoj në Vjenë, skupi madh ka bërë parën e dynjas IP atë ditë, në darkë mbrëmje jep pastaj Reuteri, bëj lajmin po e formuloj siç formuloj një lajm për agjencitë tuaj lajmesh, e çoj Ylli Pepos. Ylli shkret më tha, Ben, tha, mirë shky lajmi, tha, po aman, tha, të presa të tatëshën se do në heqin nga puna. Po ishte vërtet ishte një ngjarje që realisht. Të tjera realitete. Ishte një nga ngjarjet më të bukura. Pastaj padyshim shkuara në BBC. Madje se një foto aty që kam dalë në Bulqis edhe kur jam mendoj sot them sa i çmendur kam qenë. Ishte ndoshta një javë para se ti kanë në Londër dhe ishte si më thon puna e fundit që po bëhem me Associated Press, kisha gjetur një nga këto gocat meritatim gjokën e cila është në unë me katë kasketën jeshile aty, sa djali i ri kur e mendoj sot. Ka qenë zmerë! Si i ka zbardhur Londra. Edhe jemi futur, besap jemi futur poshtë, ishën greburi e kaminatorët, mund kemi ecur, na thanë që jemi këtu, jemi në Bulqiza, jemi në nivelin e detit, jemi afër Durrësit, dhe kemi ecur, po me ato përshësh ato ashensorët me hekura, me tela, me ujë që binte aty, që aty gjithçka mund ndodhte. Mua ndërkohë më kishte ardhur kontrata nga Londra, për t'ikur pas një javë në BBC, kupton, në Londër, po e bëra këtë punë në fundit dhe pastaj ika në Londër e gjithçka shkoi mirë. Të ike me nder, ta mbyllje me nder, me lavdi. Beni, se përmundëm disa herë këtë, do nëse janë gati, jo gati, janë krahasime dy epokash, realitetesh, pra kur kujton punën tënde si gazetar, i asaj kohe që ti duhet kishe ca lidhje caktuara për të marrë informacionin, për të marrë lajmin e mëtej pastaj edhe mënyra si duhet raportuar me ditët e sotme, ku çdo kush mund të jetë lajmëtari, çdo kush mund të japi lajm, dhe është shumë e thjeshtë për të xhiruar, për të raportuar. Si jemi dhe në epokën e klikimeve, nga ana tjetër që ti the lajmi bëri buj, imagjino për shkak sa do kishte ecur, sa do ishte klikuar sot, zhvarrimi i Enver Hoxhës në ai lajm. Pra si e gjen veten në këto dy? Shiko, sot ka gazetar talentuar, të jashtëzakonshëm, a kupton, dhe jeta ka dialektikën e vet. Padyshim janë shumë të përgatitur. Ne kemi qenë më të mirë të asaj kohe dhe vazhduam të mbjetojmë gjitha sfidave se në fundit shkohet. Kanë qenë 96 vete që kanë konkuruar për të shkuar në BBC, mes tyre ka qenë Pemblushi, Virgil Kule, kështu me radhë. 6 veta shkuam në Londër. Por problemi i madh që ka sot gazetaria, për mua, ne kam thënë diku tjetër, është klikomania. Dhe është shumë e rëndësishme nga çka e shoh unë sot, raporti që duhet të ketë një gazetar me të vërtetën. Është shumë e rëndësishme sepse edhe kjo audiencë që është në studio, po dhe ata që na shikojnë jashtë, ata na ndjekin dhe ata nuk e ke iden sa të zgjuar janë dhe sa të vëmendshëm janë në atë që ti realisht përfaqëson. Është shumë e rëndësishme që ti jesh i saktë, jesh i vërtet. Dhe po arrite këtë pasaj
vjen ai shikimi që kur vjen në Tiranë, kalon rrugët, kështu të shikojnë njerëzit, të takojnë, mirë se ke ardhe kështu me radhë, dhe është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Por padyshim ne kemi vepruar në kohë tjera, në kohën e BBC-s po ashtu. Mos harrojmë që kohën e BBC-s nuk ishte media të tjera. Ne ishim kështu, ne na dëgjonte sipas një sondazhi të bërë në atë kohë, ne ishim 48% e popullsisë së rritur dëgjonte vetëm BBC-n, kur zëri Amerikës ishte 23-24%. Mos harrojmë që s'kishte as media të tjera private, as televizione kështu me radhë, kështu që gjithë shqiptarët, sidomos në 97-ën ne na dëgjonin, se s'dëgjonin këtë tjetër. E kujtoj edhe unë e vogël që thosh është orari i zërit Amerikës tani ose e BBC-s. Kështu që jemi rritur me ato zëra, me ato sigla edhe mënyra të Ka qenë një moment shumë interesant, vija dikur e fundit për ta. E fundit. Vija nga Londra me makinë dhe ndalojmë në Shkodër, edhe ja pasaportën aty në Antotit, edhe një nga ato zonjat ja thashun, përshëndetje, thashun, si jeni mirë? Edhe më pa më kështua, si, kohën e BBC-s, mos jeti filani, më tha mua, po, i thashun, ua, e shkreta, u qua nga nderin, ta ku pun të dëgjoj çdo mëngjes. Aq e madhe ka qenë BBC-ja në atë kohë, aq e. Dhe me shumë mundësi nga zëri njëra, do të ka dalluar direkt. Me Ben Manaj mund të bëjmë muhabet, të tregojmë histori, por edhe leksione gazetarie me ditë të tëra. Faleminderit për këto minuta që ishim së bashku. Dhe me që nisëm me krahasimin e Londrës, e jetës në Londër 30 e ca vite përpara me sot, pëlqen më shumë Shqipëria sot? Ku e sheh veten? Unë e shoh veten në Shqipëri. Besoj kaq mjafton. Dhe ky është lajm. Faleminderit Ben. Kënaqësi, shumë kënaqësi. Për Top Channel, Ben Manaj, Tiranë. Publicitet, jemi në tjetër diskutim pas pak.